Benita? Po. Po? Çka kemi thonë pikrish për këtë, çfarë tha edhe Klodi tani? Dini, unë e Klodit ja kum spjegu edhe jashtë. Nuk jam thamën që nuk e Ku thëmë jashtë? në obor. Okej. Në fakt. Në atë momente romantike duke rashi. Se romantike e ke përjetu, si romantikistet e ke Klodi. përjetu atë moment, a? Jo, qishtë e dinin faj, nuk niva. Jo, po të kuptoj, normal. Nuk mundesh me dëgju se si duket paku emocionove prej fjaleve. Mirë, Klodi tha e vlerësoj pikrisht edhe guximin tënë që ja ke shpreh hapur pëlqimin, po e ka vështirë me besu që ti vërtet ki pëlqim ndaj Klodit. Po, besom dini që nuk ka të bëj shumë, nuk ka që m'interesona e besona jo Klodi. Unë e kryesorja e kum hekat ata mrena që e kum pas, nuk e disha që me shprej. Edhe kum vendosë me najnë distancë me Klodin, se nuk jam femën që i ndërhy në lidhje me femën e vetë që e ka jashtë bigot asë njëherë, kur njët nuk e bëj këtë sen, për kundrazi që e di që e donë, edhe paka shumë edhe m'ka full për ta. Thjesht e kum di për me shprej, edhe e kum shprej. Sa... Urdna? Kush ka përgjim për e ju? E sa për komunikimin me sy, komunikoj me sy. Mirë. Benita. Qka flasim, hajde? Shumë sta. Qka flasim syt, kur flasim syt? Po ma vesh, qa kena komuniku me syt që nuk e din kërkosh e din vetëm në Lodi, nuk është që kena komuniku, po s'po di qish mu shprej, diqysh kuptohemi në shta me sy, ose s'po di qish me, nuk po di qish mu shprej.